ose gjithë qarkun. Osman Gazepi qoj një nipin e ti në Korç. Dhe i thot, do t'i them në original këto, na kërkove Korçin i tha dhe Korçin t'a dham, dhite si që vjeve Beran. Pra, për deputet që të bëjë dhe parlamenti si të bëri të Pelenën. Jo, Shqipëria ka mbetur keq për burra dhe për intelektual. Shqipëria ka mbetur keq për patriot. Shqipëria s'ka më patriot. Shqipëria ka ca njerëz këtu, ca të vdekur të pambuluar, a që ca s'din, ca s'duan, ca janë të shitur, ca janë të blerë, dhe talën pastaj komunistë e Shqipërisë, rilindasit, me popullin dhe me kombin shqiptar. Dëgjo, ka qenë shumë herë Shqipëria në kombin shqiptar në situata të tilla, ndoshta edhe më të këqija. Po kombi shqiptar ngrihet si Feniksi. Po, atë po tenton bëj Berisha se to do i çojë para kryeministrisë. Berisha nuk e bën dot, se Berisha është bashkëfajtor aty. Berisha si kam thënë se më kanë kritikuar shumë, kanë thënë ti pse e shan Berishën ti me Berishën ke qenë. Unë Berishën si kam thënë dhe ai ça dëgjoj dhe nga ju tani, kam thënë qoftë në Kamës, qoftë në bulevard kur bëri protestën. Ngre popullin në rrugë thash dhe rrëzoje Edi Ramën me përmbysje se nuk rrëzohet me vota. Mirë, po Edi Rama pas ka një mbështetje që ne nuk e dinim, dhe që ka dalë kohët e fundit e din shqiptar, ka një vit e gjysmë që po e mbështet në mënyrë të hapur fare dikush, e ai dikush i poshtë burrë dhe dalë këtot, që si jam unë, dhe mbajnë Edi Ramën në pushtet që të bëjnë këto krime karshi popullit shqiptar. Shpresoj që presidenti amerikan të më dëgjojnë nga ambasada amerikane që të transmetojnë presidentit amerikan fjalët që po them unë tani. Unë jam hiç, nuk jam askushi, nuk jam person i njohur në Amerikë as në botë, por dua që kjo fjalë të vijë presidentit amerikan. Kontrolloj njerëzit dhe shtetasit amerikanë që vinë në Shqipëri dhe kontrolloj çfarë bëjnë dhe me se merren. Sepse nuk kanë ardhur këtu që të mbështesin politikën e masonëve dhe të Edi Ramës. Kanë ardhur këtu që të mbështesin politikën e shtetit amerikan. Prandaj, merri i dashur president, na i hiq këtej, të lutem. Avokat, po mund t'jetë bërë kjo e ballukut pa djenin e amerikanëve? Shiko, nuk është bërë pa djenin t'i ndajmë gjë. Kemi dy Amerika, zotëri. Kemi Amerikën e deri para një viti që komandonin Sorosi me shok bandat e masonëve, bandat e kriminelve botëror, dhe kemi një Amerikë që ka marrë pushtetin ai që thot familja është familje, burri është burr dhe gruaja është grua. Dhe ne te kjo shpresojmë, te kjo Amerikë, kjo tek ajo. Avokat, tani në vazhdim për çështjen balluku mendoni që do shkarkohet nga qeveria, do jap dorëheqjen, si do ta mbaj Rama aty edhe pse është e pandehur? Nuk besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe SPAK-u dhe BKH-ja të lejojnë akoma të spekuloj Belinda e Belindat edhe Belindrat me djesën e shqiptarëve. Do t'i çojë te vendi, për këtë kam besim. Po me Velia çfarë do bëhet, se Belinda sigur po bie, po Velia sigur po ngrihet. Dëgjo, deri tani s'ka në akuzë konkrete as për njërin, as për tjetrin, thjesht gjykohen për tendera. Deri tani, domethënë hetohen për tendera. Nuk na kanë thënë gjë. Ato janë sekrete që i ka SPAK-u në dorë dhe varet gjithçka nga SPAK-u. Qytetarët nuk di gjë, shtypit nuk di gjë, po ta them unë, garantoj. Nuk dalin dokumente ashtu sekrete të tilla nga SPAK-u, derisa të vijë momenti që këta të shkojnë te banku e të akuzuarve dhe aty pastaj të përgjigjen një për një për të gjitha akuzat që janë ngritur. Avokat, duke qenë se telefonat e kanë bërë gjuturdin më të madhe, komunikimi nëpërmjet aplikacioneve aty që ka zbuluar edhe ato që ne folëm më lart, mendoni që mund ta nxjerrë në të ardhmen një komunikim tjetër që mund shkojnë ndoshta edhe më lart? Më lart s'ka ku vetëm më. Më lart ku do vej më lart? Vetëm në vakt tek midis kryeministrit dhe presidentit, se s'ka ku vetëm lart. Pra ata që kanë pasur për thënë i kanë thënë. SPAK-u i ka, telefonat i kanë, të gjitha mesazhet e tyre janë si thonë? Po, janë dekriptuar, janë zbuluar. Dekriptuar, bravo. Janë hedhur në letër. Kështu që
i thjesht problemi. Thjesht është çështje kohe tani. Avokat, po më jep një koment për zgjedhjet në këto 5 bashkish. Më bëri përshtypje rasti i Cerrikut. Dëgjova dje një djalë të ri që denoncoi kandidatin që ka caktuar Partia Komuniste Shqiptare e Edi Ramës me një kandidat që kishte ardhur nga Italia.